Të nderuar teleshikues, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me rubrikën Opinion. Sot të ftuar në studio kemi gazetarin investigativ Artan Hoxha. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Zoti Hoxha, dje ka dalë një raport nga organet ligjzbatuese, le të themi një raport sekret i agjensive ligjzbatuese me ndihmën e forcave gjermane dhe italiane, ku thuhet ndër të tjera se kanabisi në territorin e Shqipërisë ka një përhapje të gjerë, 363 zona janë ato më të përqendruarat. Pra kemi një mbjellje masive. Sa kanabis ka sot Shqipëria sipas jush? Atëherë jemi për të disatën herë domethënë gjatë kësaj vere. Në verë kemi filluar që në maj, qershor, korrik, dhe ky është gushti i shpoj radhës që ndodhemi këtë studio për të biseduar në lidhje me këtë temë. Nisu nga raporti dhe unë e pash me vëmendje, por nuk është se pata ndonjë çuditë madhe nga ajo që lexova, nëse nuk arrita të bindem në lidhje me sa autentik është ky raport. Duke patur parasysh, pra zakonisht raportet që bëjnë shërbimet e specializuara, sidomos ato të vende partnere që janë vendantare të NATO-s dhe po ashtu të Bashkimit Evropian, në rastin konkret, nëse është një raport i shërbimeve gjermane dhe atyre italiane, të paktën më aq informacion sa kam unë, me mënyrën se si funksionojnë ata në Shqipëri. Pra, prezenca atyre policore që është në Shqipëri, burimet e hapura nga të cilat ata informohen, po ashtu ata kanë përfaqësi diplomatike që edhe ajo ka kanalet e veta nga të cilat siguron informacion në lidhje me situatën, aq më tepër me një situatë kaq specifike siç është ajo e kultivimit të narkotikëve, sepse raportet e tilla zakonisht janë shumë të detajuara, ka një analizë të plotë të saktë të fenomenit, zbërthejnë strukturën, po ashtu kanë në epiqendër tyre një skelet i cili, si themi, i bën një panoramë të plot të gjithë fenomenit. Pra, nga fillimi deri në fund. Nga ajo më i vogli, pra nga baza poshtë deri në krye të këtij fenomeni. Gjithsesi referuar asaj që është publikuar edhe në media, duhet thonë që nuk përbën çudi sepse keni parasysh çdo ditë gjatë kësaj vere në media tona është pasqyruar dhe ka qenë një nga lajmet e përditshme sa tashmë është bërë rutinë që policia ka zgjesuar herë me mira, herë me dhjetra mira, bim, kanabis, sativa nga veriu në jug të vendit. Jepen sasirat të mëdha, të cilat të paktën nga aq sa kam mbajtur unë deri tani pra në arkivën time, më rezulton që është një rezultate që nuk arritur në 25 vjet, sësia e korrur deri tani. Pra kalon edhe vitin 2014 kur u zhvillua operacioni i famshëm anti-kanabis në Lezarat. Pra sësia që ka korrur deri tani policia, jemi akoma në gusht dhe bima në pjesën më të madhe të saj, është në fazën e korrjes, edhe ishte në pjekjen e sipërme, në fazën e korrjes në fund gushtit, madje deri dhe në fundin e shtatorit në varësi të korridoreve klimaterike ku ajo është mbjell. Pra sa më ftohtë është zona ku është mbjell, aq më shumë ka zgjatur procesi i pjekjes bimës, ose në varësi dhe të kohës kur ajo është mbjell. Sepse disa nuk kanë patur mundësi ta mbjellin herët, e kanë mbjell pak më vonë. Do kemi parasysh që këtë vit ka ndodhur edhe një fenomen tjetër. Kultivuesit e bimëve narkotike tentuan për të disatën herë, pak më mbaj mend që nga viti 2008 që e kam publikuar kultivimin e një fare kanabis e cila ka ardhur kryesisht nga vendi e Azis. Çfarë veçantie ka? Dhe ajo është një bim me një kohë të shkurtër pjekje. Pra, nga 6 muaj, që është bima që mbjellet tradicionalisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, ajo ka një periudhë kohore nga 2 muaj deri në 3. Pra në varësi të vendit ku ajo mbjellet. Dhe kjo bim edhe atëherë kur është mbjell, në fillim, ka patur një problematik sepse ajo nuk ka qenë e përshtatshme për kushtet klimaterike të Shqipërisë edhe për përbërjen që ka toka në Shqipëri në zonat ku ajo kultivohet. Me sa duket këtë vit kultivuesve kjo është ofruar si fare e cila ka rendiment të lartë dhe ka një kohë të shkurtër pjekje, pra ka ulur rrezikun, nuk do të duhet të rinë 6 muaj ta ruajnë, të rinë me frikën se mund t'i godas policia, me frikën se mund të vi dikush t'ia u grabis,
por koha është shumë e shkurtër. Në fakt, unë e kam parë dhe në terren, besoj kur të nisim sezonin e emisionit Xhungël, do ta shikoni dhe bimën e re, pra cili është efekti i saj në terren. Dhe është fakt që kjo bimë dhe të gjithë kultivuesit e saj në territorin e Shqipërisë kanë dështuar me të. Ajo nuk ka arritur në pjekje normale, nuk ka arritur të bëjë dot fazën e plot të pjekjes, dhe remendi ka qenë fare minimal për më tepër që ka çuar dëm, nëse mund ta quajmë kështu, mundin e kultivuesve. Kjo është një gjë e mirë për qytetarët, për ata që duan zbatimin e ligjit këtë vend. Sepse u hodhën shumë para për të mbjellë ajo lloj bime, e cila në fakt ka dështuar. Pse? Faktorët klimatik në Shqipëri nuk janë të përshtatshëm që ajo lloj bime të arrijë pjekjen e plot siç e kanë në vende nga Azia, kryesisht në Tajland, në Indonezi, në Malajzi, kryesisht janë zona që kanë një natyrë tjetër, kanë lagështirë tjetër, janë në një, si them, edhe përbërja aty që është e tokës nuk është e njëjtë me përbërjen që ka toka në Shqipëri. Pra parë në këtë prizëm, kjo lloj bime, e cila u mboll e para, nuk ka dhënë rezultat, në pjesën më të madhe është azgjesuar nga policia, madje edhe kur nuk është azgjesuar nga policia, vetë pronarët e tyre nuk është e kanë patur, ose kanë nxituar të azgjesojnë për të rimbjellë me farën tjetër, e cila do të zgjasë procesin, por të paktën nuk do të çojë dëm investimin, ose në raste të tjera edhe është njoftuar madje policia. Do të kujtoj një nga këto parcela, më duket ishte ajo që ka dalë një nga koordinatorët e Partisë Demokratike, mbas e zoti Saliani në zonën e Tepelenës. Me sa pash nga pamjet, kam përshtypjen që aty kisha këtë ide që do të jetë kjo farë, sepse kjo nuk ka arritur dot fazën e pjekjes, është shumë e shkurtër. Në gjendje më të mirë që e kam parë nuk i kalonte të 70 apo 80 cm nga toka. Në fakt, neve, zoti Hoxha, kemi pasur shpesh lajme të tilla çdo ditë, pothuajse gjatë kësaj vere që u kapën, u azgjesuan ose sekuestruan kaq rrënjë bimë kanabis sativa, por kemi pasur denoncime të shumta edhe nga Partia Demokratike. Dhe madje denoncimet e tyre kanë qenë edhe kundrejt policisë së shtetit si të implikuar në fakt me të gjitha këto banda që kultivojnë kanabis. Si shihni këtë në këtë prizëm, domethënë, kemi vërtet një implikim të policisë së shtetit? Në fakt, denoncimi parë, jo për t'i marrë meritin, ka qenë pamjet që kemi transmetuar në news dhe në Balkan Web. Unë kam vizituar një nga zonat që ndodhej në zonën e jugut të vendit, dhe me sa kujtoj, 24 orë ose 48 orë më mbrapa, Partia Demokratike ka publikuar videon, e cila në fakt ishte filmim i një fluturimi të kryer nga helikopteri i policisë shtetit. Nuk e di për cilat arsye ajo video, domethënë, kishte dalë nga aty ku duhet ishte, por ishte një filmim monitorimi i policisë shtetit në lidhje me zonat ku kultivohet kanabis në Shqipëri. Megjithatë, atë që bëri Partia Demokratike është punë e saj se si ajo e ka shtuar në dorë atë informacion, pra atë filmim, dhe publikimi i saj sigurisht përbën një denoncim serioz, i cili duhet ndiqet nga agjencitë e tjera, duke filluar nga policia e shtetit për territorin kur bëj fjalë. Aty kryesisht paraqiteshin zona në lumin e Vlorës, është një zonë problematike. Do të kujtoj që nga viti 2002, 2003 ka patur, dhe ne kemi sjellë në News 24, madje ka qenë një kohë që ai ishte një nga zonat kryesore në vend për kultivimin e narkotikëve. Pastaj situatat ndryshuan edhe situata politike në vend dhe kaloi u spastua nga lumi i Vlorës, kaloi situata në Lazarat, dhe siç e kujtojmë, pastaj ndodhen ato që ndodhen. Por është fakt që video e cila është publikuar nga Partia Demokratike dhe për të cilën policia dhe prokuroria gjithashtu duhet nisi një hetim për situatën atje në lidhje me filmimet, në mos e kanë nisur deri tani. Video dëshmonte një situatë as pak normale në zonën e lumit të Vlorës, madje më kryer përshtypje që ishte rikthyer në situatë në cilën ka qenë vite më parë. Më mbrapa e kam ndjekur dhe kam parë që policia ka ndërmarrë disa aksione aty për azgjesim i bimëve narkotike, nuk e di në çfarë masa në çfarë nivel është arritur të azgjesohet, përse ishte shumë e madhe. Do të kemi parasysh që për të përballuar operacione të tilla në një kohë zgjatë kaq të madhe dhe në territor pra kaq të vështirë, do të kesh dhe një numër të madh mjetesh dhe forca policore, të cilat, më thënë drejtën, në këtë situatë dhe me këto përmasa që ka fenomeni, policia e shtetit nuk i disponon.
edhe pse ka bërë përpjekje të vazhdueshme të përditshme, komisariatet e saj në 61 njësitë vendore kanë bërë aksione të përditshme për ta zgjesuar, po ashtu forcat ndërhyrje shpejt, forca speciale her pas here janë bërë arrestime, ka patur, siç thashë edhe një herë, është zgjesuar një sasi më e madhe e këtyre 25 viteve dhe parashikohet që e njëjta gjë të ndodhi edhe në vijim, sepse janë jo pak, po dhe një muaj e gjysmë ku do vazhdoj të jetë një gjendje e tillë, për mos thënë që situata mbase do të tensionohet pak, sepse të mos harrojmë që aty janë shpenzuar miliona euro për t'i mbjellë këto parcela me bim narkotike dhe kushdo që ka harxuar dhe ka shpenzuar para aty, sigurisht i ka marrë masat për të përballur dhe ka patur jo pak raste. Për fat mirë, deri tani nuk ka raste si në vitet e kaluara ku janë qelluar deri dhe helikopterët e policisë, madje edhe të forcave tona të armatosura si në zonën e Tukaqinit. Por gjithsesi ata që e kanë organizuar të gjithë këtë rrjet i kanë marrë masat për të përballur edhe me situata të tilla dhe uroj që minimalisht mos ketë viktima në njerëz në përplasjet që mund të ndodhin mes forcave të policisë edhe grupeve të narkotrafikantë. Ajo që do të theksoj tjetër është fakti që akuzat që kanë ngritur opozita, dhe është gjë është në të drejtën e saj, dhe është një gjë fare normale që ta bëj, aq më tepër kur këto akuza kur bëhen dhe të argumentuara dhe me fakte dhe me prova, mjafton kujtoj që atë që nxorëm neve u verifikua ose rezultoi që t'ishte fiks ashtu siç e tham ditën e parë, sepse ditën e dytë doli video e filmuar nga policia e shtetit. Pra në të gjitha këto rastet kur opozita ka bërë denoncime, sigurisht ka patur edhe opozita ka vënë gishtin te fakti që ky fenomen këtë vit nuk është një fenomen i zakonshëm si vitet e tjera, por shtrirja është e madhe, sipas pretendimit të opozitës, për shkak të implikimit të drejtuesve të policisë në këtë situatë të kultivimit të narkotikëve. Megjithatë, ato akuza kanë ngelur të tilla, sepse si thash, nuk kanë ardhur ato provat apo pakundërshtueshme, të cilat e nxisin prokurorin që të fillojë hetimet. Cilat mund të jenë provat pakundërshtueshme? Konkretisht, sepse kemi video, kemi njerëz që i filmojnë, që i shohin. Mora rastin konkret ku kam qenë. Po. Atëherë po them unë kam vajtur në disa zona të territorit të Shqipërisë, në jug, në Shqipërinë mesme dhe në veri. Ka një problem. Në rast se unë do të identifikoj me saktësi parcelën e kujt është. Pra, vitin e kaluar nëse kujtoni në shtator, unë grupi i xhirimit dhe redaksia jonë është kërcënuar për publikimin që i bëm kultivimit të kanabisit në zonën e Devollit. Dhe mos harrojmë, 2 muaj më mbrapa, pjesëtarët e grupit të xhirimit u larguan nga Shqipëria për shkak të kërcënimeve dhe një nga informatorët i cili na ndihmoi ne të realizonim atë publikim u ekzekutua. Pra, unë nuk e publikova emrin e tij, nuk u mor, domethënë, u përpoqja ta mbaj në maksimum të fshet kush ishte personi që ne na informoi dhe na ndihmoi që të shkonim atje ku ne shkuam, por për fat keq 2 muaj më mbrapa mbasi u publikua ai investigim në redaksinë e News 24, personi në fjalë është rrëmbyer në banesën e vet në orën 11 natës me plumba skoke, është azhësuar dhe shehur në anë të rrugës nacionale. Një ngjarje pa zbardhur deri sot. Dhe sigurisht unë këtë fakt po e sjell në vëmendje të publikut, nuk është publikuar deri tani, besoj në shtator sa ta filloj do të kemi dhe një investigim të plotë se çfarë ka ndodhur edhe me atë rast, përfshirët me rastin konkret, por e solla për të kujtuar se sa e vështirë është dhe sa rrezikshme është të identifikosh pra parcelën ku të hyn. Ne synojmë jo thjesht kultivues, pra fermerë të thjeshtë apo fshatarë të cilët kanë mbjellë 100-200 rrej, por sasi të mëdha, ku janë mbjellë jo me dënim, por me hektar. Pra kur ka një organizim të plot, të një organizate të strukturuar kriminale, e cila ka mundur që të krijojë një rrjet të tërë personash, ka mbi 30-40 punëtor, ka rojet armatosura, ka infrastrukturë të investuar, ka gjeneratorë që shkojnë atje, pra që janë instaluar aty silencioz, të cilët mbajnë në punë pompat e ujit që mbajnë me vaditje gjatë gjithë kohës bime narkotike, ka kilometra të tërë tubacione plastike të cilat janë blerë dhe janë shtrirë për të marrë ujë nga atje ku ndodhet dhe për t'ia çuar bimës narkotike. Pra,
është një industri e tërë që është funksion. Dhe ca më tepër, këto grupet organizuara, grupe kriminale për të strukturuara, në pjesë të rasteve kanë mundur të penetrojnë, të korruptojnë edhe brenda radhëve, duke përfshirë policisë shtetit apo të shërbimeve të tjera. Partia Demokratike, të pak në denoncimet që mbaj mend, ka denoncuar edhe drejtues të shërbimit informativ. Di që nga informacionet që ka mund shërbimi informativ e ka mbajtur në vëzhgim situatën dhe ka përgatitur raporte dhe ka vëndi djeni që çfarë po ndodh në fenomeni, policia e shtetit po ashtu, kemi patur raste ku janë arrestuar edhe oficer policie të përfshirë për të akuzuar si të përfshirë në këtë aktivitet të palishëm, të cilët kanë siguruar mbrojtje dhe po ashtu kanë dhënë informacion të rrem e provave të tyre në mënyrë që policia të mos vepronte në ato zona, pra dhe të mos azjesonte parcelat me kanabis. Do të kujtoj që sasia që është paguar këtë vit nga grupet e narkotrafikut, pra parapagim për të siguruar mbrojtje në jug, në Shqipëri të Mesme apo në veri, është e madhe. Aty në raport thotë 10 euro, por realisht është 20 euro por rrej për bimën me afat në pjekje 3 mujosh, të cilën unë thashë ka dështuar kultivimin e saj gjatë këtij viti, dhe 50 euro por rrej për bimën që është me efekt pjekje nga 4 muaj deri në 6 muaj, e cila sigurisht ka një rendiment shumë të lartë. Nëse kujtojmë ato pamjet që kanë paraqitur vetëm para 10 ditësh, është pikërisht ajo bim, më që në një parcel të tillë, ku minimalisht aty kishte mbi 4 hektar. Pra që do thotë, mbi 4 hektar janë minimalisht vetëm me investimin që është bërë aty dhe me çmimin në qendër parcel të sasisë së kanabisit, bëhet fjalë për disa 10 milion euro. Pra dhe grupet të tilla kriminale nuk të falin kollaj, që të shkatërrosh një biznes të tillë, kur ata kanë mundur të investojnë, të korruptojnë, që nga drejtuesit lokal, të agjencive zbatimit ligjit, keni parasysh janë administratorët e njësive vendore në zonë të cilët kanë detyrim ligjor që të raportojnë çfarë ndodh në territorin e tyre, dhe më tej janë kryepleqtë e fshatrave që po ashtu kanë një detyrim edhe ata sipas legjislacionit shqiptar që duhet të raportojnë për gjendjen në territorin e tyre. Pra, parë në këtë prizëm, denoncimet e opozitës filluan me vonesë, unë në fakt kam pritur që ato të fillonin më përpara, filluan me vonesë. Pra, më parë ishte denoncimi media, pastaj ndodhi në opozitë dhe kanë vazhduar intensivisht, uroj të vazhdojnë tilla. Më bën përshtypje vetëm një gjë që opozita vazhdimisht akuzon policinë e shtetit, por jo prokurorin. Çdo akuzë ndiqet nga prokuroria. Pra, çdo akuzë që ka bërë policia, që ka bërë opozita ndaj policisë së shtetit, prokuroria duhet ta ndiqte dhe ta hetonte dhe të verifikonte në terren se çfarë ka ndodhur. Pra, është prokuroria ajo që heton. Sepse denoncimi që këtë po e bën vetëm policia nuk e beson më njëri. Në fakt edhe policia e shtetit në kundërpërgjigje të opozitës ka thënë shiko, kjo është një luftë politike dhe nuk do ta çojnë luftën politike mes opozitës dhe mazhorancës. Dhe mazhorancës në rastin konkret, mazhoranca është në mbrojtje edhe të policisë së shtetit. Por duhet kemi parasysh çfarë ka ndodhur me këtë fenomen në 2 dekadat e fundit. Si janë zhvilluar ngjarjet? Si e ka shfrytzuar herë njëra palë, herë pala tjetër politikë. A kemi shtim në fakt se dikur kishim Lazaratin dhe Dukagjinin, ndërsa sot duket se kemi një shtrirje, kemi një decentralizim, le të themi. Shiko, asnjëherë nuk ka qenë vetëm Lazarati dhe Dukagjini. Por Lazarati ishte kthyer në një industri, në një cikël të mbyllur, nga mbillja deri në përpunim, madje edhe përpunoi aty. Dhe Lazarati ishte kthyer në duhet kemi edhe një gjë të qartë. Grupet kriminale që krijuan Lazaratin me mbështetjen e strukturave të policisë shtetit apo të agjencive të tjera zbatimit ligjit, sepse Lazarati u bë e madhe sepse ishte nga rruga nacionale vetëm 500 metro. Dhe ishte pa mundur të tolerojë një fenomen i tillë. Por grupet që e krijuan Lazaratin, pra e kthyen atë në një problem që bë në një problematikë jo thjesht rajonale, po bë edhe evropiane, madje edhe botërore, një lajm që bëri xhiron e botës, këto grupe nuk u goditën. Pra, u godit territori ku mbillej, u godit shtresa poshte e grupeve kriminale, por nuk u goditën financuesit. Edhe sot, do ta kemi parasysh këtë gjë. Një pjesë e mirë e bimëve të kultivuara në territorin e vendit është kultivuar nga të njëjtat grupe kriminale që kanë kultivuar edhe më parë. Pra nuk e kanë për herë të parë sot. Të njëjtat grupe kriminale që kanë qenë për e kaq kohësh në këtë aktivitet, që ka fitime, aty në raport flitet për rreth 25 miliard euro në Bashkimin Evropian, por po të keni parasysh në 2013-ën zëvendësi drejtori i policisë italiane tha që vetëm nga Shqipëria dalin 4.5 miliard euro, që ishte gati sa
GDP-a e vendit. Kështu që po ta kemi parasysh pra të situatë. Problematika e madhe nuk qëndron te kultivuesit e thjeshtë, qëndron te koka, te financimet. Dhe këtë vit gjëja që bie në sy është ky fakt. Financuesit e këtij aktiviteti kriminal nuk janë ata që shkojnë në terren. Ata thjesht kanë dhënë para. Dikush tjetër ka marrë përsipër terrenin, dikush tjetër ka marrë përsipër të gjejë njerëzit, punëtorët. Kemi një zinxhir të mirë strukturuar. Do ta kemi parasysh që kryesori jep parat, ka një nën kontraktor i cili shkon e gjen tokën, paguan fermerin atij që i merr tokën, edhe që të mos flasi, jo thjesht që i merr tokën, por edhe të mos flasi, paguan apo korrupton punojësit lokal të policisë, shërbim informativ e strukturave të tjera, dhe po ashtu krijon një rrjet punëtorësh, një grup punëtorësh, 20, 30, 40 mbarësi të sipërfaqes në mbjell, të cilët merren me kultivimin e bimës, ata po kultivojnë normalisht një bimë. Dhe pastaj është dhe një grup tjetër, sigurisht më i vogël, por ky është grupi armatosur, janë rojet të cilët sigurojnë paprekshmërinë e parcelave të mbjella me kanabis. Pra, kjo strukturë krimi, duke filluar nga financuesi, organizatori dhe kultivuesi, punëtorët që punojnë atje me meditje, dhe që për fat keq në zonat më të varfra të vendit, në provinca, ata paguhen shumë mirë aty. Paguhen shumë mirë. Në 2-3 muaj ata mund të marrin sa do të merrnin në një vit nëse punonin në administratë shtetërore. Dhe për më tepër personat që ruajnë këtë sasi, pra personat armatosës, sot nuk është e vështirë në Shqipëri të sigurosh armatim, mjete, nëse unë kam udhëtuar në qytetet e vogla të Shqipërisë gjatë këtyre javëve dhe kam vënë re, më ka tërhequr vëmendjen, një numër të shtuar aty të mjeteve foristrata, të mjeteve me targa jo lokale, të personave që nuk janë vendalim, pra nuk janë banorë të atyre zonë, të cilët janë ta persona që unë përmenda pak më parë. Pra kanë ardhur nga zonat metropolitane, nga Tirana, nga Tursi, nga ku është tregu i madh, nga Shkodra, dhe kanë mbajtur në provincë ku kanë shfrytzuar të gjitha largimin e banorëve, fakti që janë zona janë zona të braktisura dhe me toka të papunuar prej vitesh tëra. Mjafton vetëm nëse do të tregoj mesazhet që kanë ardhur nga barinjt, kryesisht ata që kanë dhi, sepse dhia është e vetmja kafshë dëmton gjatë fazës së rritjes bimën e ashashit, të cilët e kanë shumë të vështirë të lëvizin kopet e tyre nga njëra zonë në tjetrën, për shkak se ndeshen me rojet armatosura të cilët ruajnë parcelet me kanabis. Në informacionin tim deri tani janë të paktën 2 krime që kanë ndodhur me këtë natyrë, pra që kanë të bëjnë me këtë. Uroj, si thash në shtator, ku do të jetë faza finale, se mund të kemi, unë parashikoj që do të ketë përplasje në atë zonë, sepse është faza e pjekjes dhe reagimi ndaj policisë do të jetë më i ashpër. Për fat mirë operacionet e organizuara mirë policore në disa zona në Tepelen, në Skrapar, në Dukagjin, kanë dhënë efekt dhe kanë azjesuar, pra për atë pjesë që kanë hyrë, kanë bërë një goditje goxha të efektshme, duke dokumentuar edhe implikimin e grupeve kriminale, por si thash, shtrirja në territor është e madhe dhe ky fenomen jo ka të ngjarë, por do të vazhdojë për sa kohë që nuk ndërpriten dhe nuk goditen financuesi. Pra, nëse ne nuk presim burimet financiare. Deri tani, edhe në aksionin e famshëm të Lazaratit, pra që ishte operacion shumë i vështirë, dhe ku qeveria shqiptare dhe policia e shtetit mori përgëzime nga gjithë bota, pra nuk u goditën kokat e vërteta të atij trafiku, të cilët vazhdojnë të jenë edhe sot në aktivitet, madje më të fortë se atëherë, për shkak të 1001 arsye. Dhe do të them diçka tjetër, që policia e shtetit e vetme çfarë do që të bëj, 11500 polician në gjithë Shqipërinë. Pra, çfarë do që të bëj, nuk mund ta përballojë vetëm këtë lloj lufte, nëse nuk mbështetet nga gjithë strukturat e tjera dhe ca më tepër, duke patur parasysh edhe gjendjen ekonomike. Pra, narkotrafikantët kanë shfrytzuar zonat më të varfra të vendit, të cilët për shkak të mbijetesës janë gati të riskojnë me jetën e tyre, me familjet e tyre, me pronën e tyre, për të siguruar bukën e gojës. E qartë. Zoti Hoxha, dhe diçka tjetër. Jemi në sezonën e verës natyrisht, por le themi që kronika e zezë ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në lajmet e çdo dite në të gjitha mediat shqiptare. Kemi një rënje vigjilence
apo çfarë ndodh? Kemi vrasje, plagosje, përveç kanabisit, sekuestrim, asgjësim, lëndësh narkotike? Edhe ndërsa ne flasim, pra kemi një operacion policor që ka kapur një sasi lëndë narkotike. Pra, policia në shifrat e veta është thash, po kapur rezultate se ka bërë për 25 vite. Sasia e mbjell është tjetër gjë, është e madhe. Organizimi, pra kemi nga një zonë e kufizuar siç ishte Lazarati, e cila kishte enklavat e veta në pjesa tjera të vendit, por që organizatorët ishin të njëjtët, tani kemi kaluar në një mënyrë tjetër. Kemi dhe grabitje bankash, të kultivimit. Pra, por çfarë do thotë kjo? Do thotë që gjatë kësaj periudhe, pra në një vit kalendarik, prej 12 muajsh, 2 janë muajt më problematik sipas statistikave për policinë e shtetit. Këto janë dhjetori dhe gushti. Pra, piku i pushimeve të verës dhe piku i festave të fundvitit. Që do thotë që në territorin e Shqipërisë vijnë shumë emigrantë nga jashtë shtetit me familjet e tyre, gjatë verës ka shumë turistë, numri jashtëzakonshëm turistësh, të paktën italianë që kanë bërë në zonën e Vlorës, Sarandës, Himarës. Dhe çfarë ka krijuar kjo situatë? Një mbipopullim të këtyre zonave, ndërkohë që prezenca e policisë aty është pothuajse e njëjtë me stinët e tjera të vitit. Me përjashtim të mbështetjes që mund të ketë policia e qarkullimit, për shkak se nuk e përballon dot me efektivat që ka trafikun, pjesa tjetër është ajo pjesë e zakonisë e policisë dhe ata janë kryesisht të përfshirë në operacione anti-kanabis, sepse ky është fenomeni kryesor në tonë. Dhe duke qenë që është piku i popullimit, prandaj ka gjithmonë një rritje të kriminalitetit. Ka një ulje të vigjilencës nga personat që kanë precedent penal, sepse edhe ata shkojnë pushojnë si gjithë tjerë. Dhe kjo çon në një rritje të veprave kriminale. Këtë vit, çuditërisht, numri i vrasjeve është i vogël. Është numri i aksidenteve i madh, i cila ka ardhur për shumë arsye që ne kemi dhënë dhe kemi pasqyruar për ditë. Ndërkohë, numri i veprave penale, një pjesë e mirë e personave me precedent penal, të cilët veprojnë apo grupe kriminale që veprojnë në qytetet e mëdha të vendit, në këto momente siç thash janë të spostuar dhe janë në provinca. Janë duke u marrë me kultivimin e kanabisit dhe duke siguruar financimin e tyre për pjesën tjetër të vitit. Pra, ata nuk janë në kryeqytet. Prandaj numri, po shikoni, kryeqyteti është bosh. Qytetet e mëdha nga këto tipa janë të boshatisur. Pse? Sepse ata janë duke punuar ndërkohë, janë duke marrë me një aktivitet tjetër. Kjo duket në pamje të parë sikur është një gjë e mirë, pra. Kemi ulur numrin e të vrarëve sepse persona me precedent penal po merren me një aktivitet tjetër. Por mendoni kur të vi tetori me paratë që kanë mbledhur, po them mund të jetë sasia që mund të përfitohet mund të jetë aq e madhe, sa mund të ndikojë edhe në zgjedhjet që kemi vitin e ardhshëm. Pjesë e mirë e këtyre parave të pista, dhe bëhet fjalë për 100 milionë euro, do të përdoren edhe për të ndikuar në zgjedhjet e ardhshme. Ka ndodhur. Vitin e kaluar ne kemi denoncuar një nga zonat ku vota u ble më shtrenjtë në gjithë territorin e Republikës. Ajo është një nga zonat më të mëdha të kultivimit bijeve narkotike dhe pavarësisht përpjekjeve të policisë, dëmi që pësuan trafikantët aty ishte fare minimal. Atëherë edhe në rastin konkret, krimet e tjera, pra kur policia është e përqendruar me sigurinë në zonat e mbipopulluara, me trafikun, me operacione anti-kanabis, nuk ka mundësi të mbolojë këto krime të kësaj natyre, siç janë grabitja e bankës që ndodhin në kryeqytet, apo disa krime të tjera që kanë ndodhur me vrasje këtyre ditëve, por që kryesisht janë krime siç kemi dhe rastin e Kavajës dhe të Lushnjës sot, që janë krime pra që policia ka të vështirë ti paranojë dhe nuk mund t'i paranojë ngjarje të tilla. Megjithatë, siç thash, fundi i gushtit dhe shtatori do të jetë për mua prova e vërtet se si do të jetë situata kriminale në vend, sepse në atë kohë është dhe përkon me largimin e turistëve nga vendi, me fillimin e jetës politike, administrative gjithë vendin dhe po ashtu edhe me aksionet në përmbyllje që do ketë policia e shtetit kundër bimëve narkotike. Zoti Hoxha, ju falenderoj që ishit sot në studion tonë. Faleminderit. Nderuar teleshikues, ishim pra me gazetarin investigativ Artan Hoxha, tani do të shkojmë në publicitet.